1 milion e ca, patjetër. Vetëm ka gjë. Dole me datë 20, një sekondë, dole me datë 20. Shiko, bent lutem, se ne flasim edhe për perceptim, flasim edhe ne merrem me perceptimin. To fakte janë shumë të rëndësishme, po ne ju dëgjojmë, nuk ndërojmë dot. Nuk di të them pro apo kundër. Kjo ideja që e bëjnë çeftas seancën. Ton u prish defekt pati defekt teknik. Para 4 ditësh e kanë fut në YouTube, as ka njoftuar njëri fare që është fut para 4 ditësh. Tani gjitha këto detaje nuk tregojnë që këtu mba pak erë. Po mirë, tash qeveria kishte. Pse çka duhet profesionistë vetë aty? Po ka pas profesionistë vetë. Po çfarë bore? Po ku ç'pun kam unë, nuk merrem fare me këtë punë. Po mirë tani. Unë merrem tash këta, nëse ti kërkon të shtosh rrogën një doktori, unë jam pro. Nëse do të shtosh infermier, jam pro. Bile unë them, duhet të shtosh rrogën dhe shumë edhe arsimtarëve, sepse kanë kalamajt tanë nëpër dorë. Por ti shtosh rrogën një gjykatësi ose një trupe gjykatësh, që për arsyet e veta se nuk i kemi parë këta të protestojnë që ne s'kemi kushte. Nuk i kemi parë këta, vetëm kur ndodhi fatkeqësia me zotin Kalaja, i pam që këta reaguan, nga sa dushje e poshtë. Se përpara nuk i kemi pa të ankohen. Apo jo, është vërtet kjo. Ma thuj një rast, kur Unioni Gjykatësve ka dalë ka thënë, ne nuk po punojmë do se s'kemi kushte, se na janë bërë nga 16.000 na janë bërë 200.000. Ki pa këto të ankohen e herë. Skandal. E këto kur ankohen për lekët, pastaj, dhe kush ankohen për lekët? Këta, që shokët e tyre, kolegët e tyre, si e thaj, ato 37 milion që kap spagut, atë na japin neta. Kupton? E kupton? Çfarë është kjo? Kjo është e njëjtë mentalitet, fiksimi është tek parat. Te ne nuk ndërtuam një sistem drejtësie që të fokus te paraja. Te pavarësia po. Po te paraja ose paraja e kishim apo jo? Je dakord me mua? Te paraja e kishim, e dinim që sistemi i vjetër ishte i fiksuar te paraja. Sistemi i ri, jam dakord me ty. Për bërë reforma gabim, shumë dakord me ty. Jam bërë ligjet gabim, shumë dakord me ty. A është ky një ligj i formuluar gabim dhe nga qeveria? 99% nuk e di 100%, por 99% jam dakord me ty. Po ai 1% që këta e marrin këtë ligjin e thonë ç'm duhet më punë madhe sa e ke bërë ti mund të më shosh rrogën, do më bësh rrogën kaq. Kjo është pastaj, ndërkohë që ti s'ka si produkt, se ti vetë tu, nga 16.000 kemi 200.000. Po kush se ti kesh nga 200.000 tash, se këto po diskutohet, atë të marrim analizën. Komplet reforma gjitha. Po edhe këta janë pjesë. Ata mos bëjnë sikur janë outsiders, se kupton. Ne ishim duke ecë rrugës na morën me zorë na bën gjykatësa. Jo, nuk është shumë. Sokol, edhe diçka tjetër, edhe burgjet që janë mush plot, janë mush nga këta gjyqtar. Po patjetër. Pra kanë shumë gjëra që kanë ndodhur. Por ideja është e tillë. Analiza që po del sot me problemet e sistemit e si, u majtë si punë një kapaku pusete, mbaje, erdhi problemi që është përtheu, plasi. Po shqyrë, më një që plasi. Sot ne kemi qytetarë që s'kanë drejtësi. Sot kemi vetëm raportet e fundvitit që trajtohen si arritje, të parlamentit trajtohen si arritje, ndërkohë që s'po merren me thelbin e problemit. Për mu, duhet bërë një analizë plot, edhe kjo e pagës, po duhet parë në tërësinë. Në tërësi po e shohëm. Në tërësi po e shikojmë, po e shohëm vetëm te... Unë po të them, duhet të verifikohen dhe ku kanë shku fondet e reformës në drejtësi. Ku kanë shku fondet, sepse s'po shohim as i lloj investimi. Shiko, unë e quaj më korrekte. Ku kanë shku? Më korrekte këtë përballje se sa ose kanot atë jo, siç kanë ardhur kanë ik prap. Mirë, Pedre, më duhet shkojmë publicitet, deri kthehemi flasim minuta e fundit, flasim pak edhe për këtë. Siç e tha Karanja, mos erdhi vallë fundi i dashurisë me drejtsinë e re, rikthehemi pas pak. Mirë, rikthehemi. Prisita, flasim këto minuta që kanë mbetur. Është kjo përplasje sinjal i një çarje serioze që kjo mazhorancë, zoti Berisha sot i hodhi që benzin zjarrit, a është më rregull se opozita nuk ka diversion. Ati intereson. Por është kjo një shenjë një çarje serioze me raport me drejtsinë. Dhe këtu i referohem sigurisht edhe retorikës kryeministit, si jo rrallë dhe e tepron. Por nga ana tjetër më duket e papranueshme që një politikani që flet si politikan, një gjykatës t'i përgjigjet po me një dëngjuh. Tash, duke e pranuar, pa nuk i fare debatit, jam dakord parimisht që Rama e tepron me retorikat e tija. Pavarësisht se nuk ngjajnë me retorikat e zotit Berisha kur ishte kryeministër, sa i të bënte lavire bulevardi, e hor bulevardi është çështje tjetër, por si që është vini. Vino gati e ti, po jo më vonë. Dhe rrëvat Rama. Me gjitha të, tash unë e shoh gjë në progresion, edhe retorikat e Ramës, pavarësisht se jemi një epokë tjetër, pikërisht se jemi një epokë tjetër i ka tepruara, por nga tjetër më duket po ashtu e çuditshme që
sistemi i drejtësisë t'i përgjigjet ashtu me atë gjuhë një politikan. Unë mendoj që ky që ka ndodhur është dhe lajmi i mirë dhe lajmi i keq. Është lajmi i mirë sepse është hera e parë në 30 vjet që shikojmë një përplasje të ekzekutivit me gjyqësorin. Çka nuk ka ndodhur kurrë, sepse gjithmonë gjyqësori ka qenë në varësi të ekzekutivit. Të jemi realist. Po, patjetër. Ka qenë vetëm e shkruar në kushtetut pa asnjëherë. Vetëm nuk e di me kujt është merita për këtë. E dyta, është lajm i keq sepse çarja është e madhe, edhe nuk është e rita është në fillim, nuk është e sotshmja. Ka kohë që kemi çarje të ekzekutivit me spakun, të ekzekutivit me gjyqësorin, kemi dhe kaos dhe ti përpiqesh të ndash dhe nuk e ndan dot të bardhën me të zezën, sepse është e përzier. Gjeneza është tek politika e cila kur ka bërë reformën drejtësie ka pasur me synimin dhe me intrigën që ta kishte prapë në varësi por në mënyrë të kamufluar, i ka dalë nga duart sepse nuk kanë qenë aq të aftë sa që i ka dalë nga duart fëmia, me kuptimin që bëhet të haj kokën kur thot populli. Jo politika, këta që janë pushtet, doktori... Këta që janë pushtet, sepse doktori... Doktori vetë pikat bi, nuk kisha doktori, atë aq më tepër, edhe me deklaratën e sotme, përfiton nga rasti, ti hedh benzinë zjarit. Drejt në vetë është dhe i vërtet, sepse ai këtë ide ka pas gjithmonë, që gjyqësori është poshtë ekzekutivit dhe nuk ka pjesë. Çka më shqetëson është që gjyqësorit shqiptar, sidomos to shoqatat e gjyqtarëve, nuk duhet flasim vetëm për rroga dhe t'i dëgjojmë vetëm kur kanë pjesën e rrogave, por si kam dëgjuar asnjëherë të protestojnë për kushtet, për ambientet, për dosjen, për mbingarkesën, për KLG-n, për tenderat, për mos funksionimin e KLG-s, për emërimin, për hartën e re gjyqësore. Unë do doja shumë t'i dëgjoja këta, jo vetëm për çështje financiare, por dhe për çështjen e organizimit të tyre faktik. Aty do kisha akoma më shumë vlerësim dhe respekt. Sa për pjesën e gjykatës kushtetuese, mendoj edhe një herë që Rama indirekt po e bën një presion gjykatës kushtetuese dhe kam përshtypjen se çka po përplaset është për vendimet që merr ky gjyqësor dhe me këtë diskutim që dëgjova sot të gjyqtarit të fut pak në dyshim se çfarë lloj vendimesh do ketë, sepse një gjyqtar që është aq subjektiv, aq euforik, vështirë se mund të jetë aq dinjitoze në marrjen e vendimeve kur të ketë palë. Pastaj qeveritar ose ish qeveritar. Ish qeveritar. Vinë shpesh duhet ta mbyllim nga i batut. Tani është, si tha dhe Bresida, është herë e parë që kemi një, domethënë një farë përballje. Gjithmonë zëri i gjyqësorit nuk është zgjuar asnjëherë të 35 vjet. Domethënë kaq që dëgohet live për shkak kemi është diçka pozitive, domethënë kuptimin e saj. Kemi diçka të re. Kemi diçka e re, domethënë edhe reagimi i shoqatave. Dhe mendoj që është diçka pozitive. Pavarësisht se si do jetë fundi i saj. Si e parashikon ti fundin? Po tash sa e padis. Padis për mendimin, domethënë pa e paragjykuar, domethënë janë kushtet ligjore për to ashtu, po duhet thash, duhet parë jo vetëm të çështja janë fjalë, por duhet për një analizë totale nga ana e Parlamentit të Shqipërisë për gjithë problematikat e sistemit gjyqësor, se nuk janë vetëm problemi pagave, por janë dhe probleme tjera. Ky është momenti thua ti që të rihabet debati. Me kompas në dorë aty duke mat spakun, tash mos shkojnë me kompas në dorë. Jo, shkon për vërtet. Edhe të marrin dhe një nga ato trekonçat e rrugëve bën. O bën, si janë ato trekonçat e rrugëve që mas. Duhet të jenë realisht në problemet e gjyqësorit. Po ta kapësh vetëm të këshilltarët e zonjës Spiropali kur ishte kryetare kuvendit. Su ka me Spiropali. Ose pra aty fillon e gjitha morti tani një magjistrat mund të marrë 1.600.000, 1.800.000 e të jetë përballë rrezikur kur këta që rrin tërë ditën e marrin nga 2 milionë gjysmë burr. Po edhe thonë të janë të rëndësishëm atje. Po tani faktikisht sepse janë vënë gjyqësorit, Tani ne shikojmë, tani nuk është sepse jemi nuk e kam me ty, jo fare. Gjyqësori bëm gjitha reformën, rrogat janë rritur. Shiko, Rama... Ata i dumë shumë, do i dumë shumë, po sikur të marrë mendimet drejta. Rama po e ndjen vetë lagështin. Me këto mend që kanë Petra, asat rrogë që kanë nuk e meritojnë, me thëmë. Unë si qytetar, po nuk është ashtu. Ja, po ta them unë. Më dëgjoj. Unë si në kushte depresive, në një qytetar, as të rrogë që kanë nuk e meritojnë. Në kushte presione, në kushte rreziku, e tjera, ndërkohë që është... Çfarë presioni kanë këta? Ta duhet kemë vetëm një presion nga gjyqtarë prokurorë? T'japin mendimet drejta. Ore ti, a e di që vetëm rrugëve Tiranës qarkullojnë
Kush e di se sa psikopate? Po lare më këto të anise. Po çfarë diskutoni? Po lare të anise e bëtë vini tregoj Tiranës si pavioni 70. Po jemi dalin ta që i çmendën këta njerëzit që marrin mendime o burr. Po nuk është, po demës e kshuar se këta i bën njerëzit për pavionin 70. Problemi është për diskriminim, nuk po flasim. Spaku dhe GKK-ja shikohet ndryshe, tani këtyre i thot ligji. Këta në bazë të ligjit kanë vajt aty. Tani është gjykata kushtetuese që do i gjykoj. Dhe kjo është marrëdhënia për cilën kërkojnë këta. Dhe Rama, duke ditur që ligji ja jep të drejtë, ka ngritur dhe është nervozuar që me një vendim gjykate do vinë tani dhe do më detyrojnë kështu. Meçë se duhet ta mbyllim. Fjala e fundit për ju. Jo, është shenjë pozitive kur ekzekutivi është në betejë me prokurorinë. Është shenjë tmerrsisht negative kur ekzekutivi është në protestë me gjyqtarin. Tmerrsisht negative. Sepse me prokurorinë janë palë. Kurse me gjykata është mbi palët. Në të gjithë parimet e jurisprudencës, prokuroria është antagoniste gjithmonë. Po është palë. Ekzekutivi po e sulmon gjyqësorin në këtë rast. Gjyqësori ekzekutivin. Urdhë? Ekzekutivi po e sulmon në këtë moment. Jo, po padia është nga gjyqësori, nuk është nga qeveria. Jo, e kuptoj. Ku është sulmi në këtë rast? Se padia ka bërë gjyqësori. Është rritur si palë atje, ata kërkojnë shfuqizimin. Po. Shiko tani. Sulmin ata po e bëjnë. Ata e bëjnë luftën ligjore në ata. Divorcin po e kërkojnë ata. Të vim në një perceptim të qartë. Kemi gjyqtor i cili është futur në një mekanizëm të fshet, të pa ekspozuar të një ngjarje të lere tani. Jo, mos e lëm. Po i gjëra tamam. Unë jam gjykat kushtetuese tani. Flas për atë gjë që kam temë. Për tjerët pastaj mund të flasim sa duam pastaj, por nuk më del nga konteksti. Ngjarja është e tillë. Një gjyqësor i cili nën tavolinë po bën procese jo publike, nuk po i merr vesh askush, tenton gjithmonë ta mbajë në hije procesin, dhe një kryeminist i cili po e bën publike, jo po e kundërshton, po e bën publike një të vërtetë të fshehur. Do ta quajmë këtë publikim. Po pse e bën publike? Si mendon? Ka një gjë në dorë shqiptarët? Atëre, po e bën publike që kur ta diskutojmë ne, ti themi qytetarit e Republikës Shqipërisë. Po pse ti themi? Duket manipulim, nese, mendimi juaj. S'ka pse ngarkojmë shqiptarët me probleme që i ka gjeneruar vetë ai dhe njerëzit që ka zgjedhur. Po mi probleme nuk duhen zgjedhur. Këndvështrimi im, analizë gjëra, jo vetëm këtë thash. Këndvështrimi im nuk është qytetar duhet ta dim ama. Po duhet ta dim. Edhe kjo është transparenca. Gjykata kushtetuese ka detyrim ta çojë. Po tash ti u ndër fund më burr. Dhe nuk e ka çuar, Jo, e ka çuar këtu, po s'ka njoftuar njëri fare. Jo, është pa pamje, se është diku video. Po pa pamje, po është audio, çon si kanë rregull, po. Me rastin konkret që kemi këtë kemi temë debati. Ankimimi gjykatë kushtetuese, jo sistemi i drejtësisë. Ankimi gjykatë kushtetuese është bërë në labirint, është bërë në tunel, është bërë si urrith, asgjë publike. Me vizore. Pa i kodi penal. Këtë ngjarje dikush po e bën publike. Dhe këtë publicitet që bën dikush ne po analizojmë këtu, ka moral? Ka moral? Mund të dalje, si që del me drejt vetra, thot, po ka moral, është drejt e tia. E mbështet mbi ligj. Dalu nga na ime them s'ka moral. Kjo është një debat që është normal të bëhet në tavolina. Sistemi ka vend për për të ngjarje, për refleksion. Për të ngjarje. Dhe çështja e cila deri dje ishte nën ka dalë, populli qytetari e percepton. Në fundit detyra jon kush është prodhojmë perceptimin, asgjë tutje. Ta analizojmë perceptimin, po jo të penalizojmë personin i cili bën publik dhe hedh në treg një ngjarje e cila është e penalizueshme në moral. Në jurisprudencë, flasim pastaj avokatët, për të mos thënë pastaj që ajo që i jep vulën çdo gjë është gjykata kushtetuese. Por mënyra se si foli ai gjyqtar atje më vuri shumë në dyshim mbi moralitetin tani gjykatës kushtetuese përpall presionit të jashtëzakonshëm që bën qeveria. Faleminderit Meçe, faleminderit Petra, faleminderit Birsida, faleminderit Karanxha, kënaqësi të kisha sot program, sigurisht që debati do vazhdojë, do presim vendimin e gjykatës kushtetuese, të cilën do ta respektojmë. Sigurisht secili prej nesh ka drejtën të ketë gjykimin e vet, mi perceptimin e asaj që ne pam dhe e dëgjuam nga kjo audio, e cila duhet thënë, Meçe ka drejt. U bë nëpër kulisa, nëpër korridore të drejtësisë sa shoqëror të re. Ndërkohë, qëndroni në Apo News pas pak Sali Dorsi me War Report me tretë më të fundit nga zonat e konfliktit. Ndërkohë sot ka pasur një zhvillim tjetër, Partia Demokratike ka bërë një hap pas dhe ka pranuar të rikthehet në tryezat e reformave
Kjo përballë kritikave thuhet të brendshme që erdhën nga vetë deputet Partisë Demokratike. Kritiku i jashtëm, në thojza, real dhe më i vërtet i Partisë Demokratike brenda burrit saj mbetet Ervin Saliani. Dhe pikërisht për këto dy reforma dhe për rolin e Salianit në atë që po ndodh në Partinë Demokratike, është sondazhi ynë Zëri Shqiptarëve sot në ora 22 së bashku me mua dhe me analistët e tjerë këtu në ABC News. Atëherë, mirupafshim.